edhe pasi luajti rolin e të flagosurit. Sot ata dalin para gjyqit. Unë kërkoj në emër të Partisë Demokratike lirimin e tyre të menjëhershëm. Lirimin e tyre dhe ndërshkimin e të gjitha atyre që ushtruan dhe urdhruan një dhunë çnjerëzore dhe shtazore ndaj protestuesve paqësor. Të dashur miq, sot është 4 korriku, është 250 vjetori i pavarësisë Shteteve të Bashkuara, një ngjarje e madhe për kombin amerikan, kombin e madh amerikan dhe mbar njerëzimit, për sa kohë Shtetet e Bashkuara kanë qenë dhe janë vendi udhëheqës i lirisë në botë. Ndaj dhe le t'ju urojmë ne edhe mira vitet tjera si shtyllë e pamposhtur e lirisë dhe demokracisë në mbar botën. I hapur për çdo pyetje tuaj. Përshëndetje doktor, e para të uroj shëndet. Pyetja ime për ju, i nderuar doktor, është përse në PD më kollaj hyn në postet e rëndësishme ata që janë kundërshtar të Berishës, sesa demokratët që janë besnik PD-s dhe ty doktor. Në fakt, ju keni atë mendim i nderuar, po unë nuk kam